Jemi rikthyer të nderuar të shikues në pjesën e dytë. Do të japim një ngjyrim ndjesime politik, po pa duke patur parasysh jemi dhe provat dhe faktet për gjërat që do të diskutojmë. Ditën e nesme Erion Veliaj pritet të paraqitet në gjykatën kushtetuese për të kundërshtuar shkarkimin, por edhe dekretin e presidentit për zgjedhjet e Tiranës. Vetë Veliaj do të marrë pjesë, do të shkojë në gjykatë. Çfarë do ndodhë në gjykatën kushtetuese? Njerëz që unë bisedoj të rëndësishëm, më kanë thënë që nesër fiton Erion Veliaj. Më thënë vërtetër. Po, megjithatë mbetet për të parë, kupton se sjell dhe kika këtu jo. Më kanë thënë njerëz. Informacion, jo? Opinion, the. Jo, unë se kam opinion, më kanë thënë një burim, më kanë thënë një këtë gjë që nuk është fare e vërtet më. Po unë po e them, me që më kanë thënë se tani ne i themi gjëra, nuk edhe nuk mbahen pjesa jonë. Kupton? Këtë dhe disa çështje tjera të rëndësishme të aktualitetit do të flasim në pjesën e dytë të këtij emisioni. Klodiana Lalavion të jetë në studio bashkë me Mërtirin dhe shtohet zotni Prezogaj dhe Andi Bushati. Faleminderit shumë. Veliaj në gjykatë, por rrëzohen zgjedhjet e Tiranës. Në të mbije Tirana, nuk vazhdojnë. Zgjedhjet nuk rrëzohen, se aty mbetet kryetari i Shqipërisë, një kryetar kemi ne tani. Përgjithësi. Këtë drejt, Klodin, falë se dikush që punon i rëndësishëm që në respektojmë, thot që opinion është. Kjo që të ti. Këtë drejt me këtë drejt. Se ti kur e the për çfarë dije? Për opinionet e ti. Jo, nuk e the. Se the për fakt, se fakti ndodh nesër. E qartë. Tani, zonja Lala, Erion Veliaj pritet paraqitet ditën e nesme së 7 në gjykatën kushtetuese, ku do të shqyrtohet shkarkimi i tij dhe dekreti i presidentit Begaj për zgjedhjen në Tiranë. Kemi pa një deklaratë fundit të Jordan Dasit, këse duhet ta kishim hequr ne, sepse unë fola direkt me Jordanin dhe Jordani është larguar jo për ndonjë arsye. Është arsye për konflikt interesi. Interesi, po. Sepse është në një dosje tjetër, në një problem tjetër, në një gjykatë ndërkombëtare, ku Jordani mbron palë tjetër që është kundër Erion Velis dhe nuk ka lidhje me ndonjë arsye tjetër. Nuk e kemi këtë si pjesë, por duhet të dim tani çfarë kërkon konkretisht Veliaj nga gjykata kushtetuese dhe cilat janë pretendimet e tij, sepse me thënë drejtën, do zbes më poshtë ku do ta bëj këtë pyetje, Veliaj kërkon tani që ti bëhet i burgosur politik. Shqipëri ka patur shumë burgosur politik. Ku ne shokët në bere të gjitha, burgosët e të gjithë duan tani statusin e të burgosur politik. Allah, kjo bot, po. Ashtu vazhdon, fakt. Ti e në regull, mos, se ty të del fjalla në këtë rast. Ti thoshe i burgosur politik, ai edhe ta mori këtë tezën. Ta mori tezën dhe po e mban. Lala tani, çfarë kërkon konkretisht Veliaj nga gjykata kushtetuese, cilat janë pretendimet e tij? Fakt s'ka lidhje me të burgosur politik, megjithatë zoti Rakipi para se shkojë te zoti Veliaj, unë mendoj që nesër kemi dy ngjarje të rëndësishme. Një që pritet të ndodhë në gjykatën kushtetuese, ku zoti Veliaj që nga 10 shkurti do të lërë qelite para burgimit dhe do shfaqet publikisht, pra nesër qytetarët shqiptar do të shojnë Erion Velin pas disa muajsh qëndrimin në burg, ku ai do të flasë në gjykatën kushtetuese, do të jap qëndrimet e veta, po ndërkohë do të ketë dhe një interes të shtuar për prokurorinë e posaçme, sepse nesër në orën 15 pritet të paraqitet zëvendës kryeministre dhe ministre e infrastrukturës dhe energjetikës zonja Belinda. Ka dhe kjo thirrje? E cila është zyrtarisht në që u tha për para 2 ditësh të barazisë në tendera. Kështu që besoj që për shkak dhe të peshës tyre brenda Partisë Socialiste dhe sidomos zonja Balluku, që është absolutisht një ndër njerëzit pas Edi Ramës për momentin më e rëndësishmja, patjetër që do të ketë dhe interes. Detajet, provat, mënyra se si zonja Balluku do sillet, qëndrimin që do të mbajë ajo në raport me drejtsinë e tjera me radhë, do duhet i presim nesër, sepse kjo është hera parë që vjen, dhe do duhet shohim se si ajo do të qaset në raport me akuzën. Dhe normalisht, duke qenë se ka qenë një lajm që edhe për mua personalisht ka qenë surprizë, sepse nuk ishte absolutisht asnjë të dhënë në raport me të, ditë pas dite do të hapen dhe detaja, po do të ketë detaje në lidhje me dosjen e saj. Ndërkohë që sa i përket rastit të zotit Veliaj,
Zoti Veliaj ka vënë në lëvizje gjykatën kushtetuese dhe kundërshton në thelb shkarkimin nga detyra. Më pas u detyrua të kundërshtonte dhe dekretin e presidentit, por Zoti Veliaj e vuri në lëvizje gjykatën kushtetuese duke cilësuar si antiligjor dhe antikushtetues shkarkimin nga detyra me vendim të Këshillit Bashkiak të Tiranës, pra të Bashkisë të Tiranës. Sepse Këshilli Bashkiak e shkarkoi Zotin Veliaj me arsyetimin dhe me argumentin që nuk ishte paraqitur 3 muaj në detyrë dhe për këtë arsye, edhe pse shumë e vonuar si procedurë, Këshilli Bashkiak tha që kjo vonesë e Zotit Veliaj dhe kjo mungesë në punë po krijon problematika në qeverisjen e Bashkisë Tiranë dhe për këtë arsye ne miratojmë shkarkimin. Nga ana tjetër, ndërkohë që Zoti Veliaj ju drejtua gjykatës kushtetuese, Bajram Begaj i vënë në lëvizje nga kryeministria, nxori, sepse ashtu është procedura, nxori dekretin për zhvillimin e zgjedhjeve në datën 9 nëntor. Në 6 bashki, pra 5 të tjera që kishin mbetur bosh për shkak se disa nga kryebashkiakët erdhën në Kuvendin e Shqipërisë e tjera me radhë, përfshirë edhe Bashkinë e Tiranës. Dhe Zoti Veliaj, duke qenë që ligji parashikon që kur një subjekt ose një kryetar bashkie vendos në lëvizje gjykatën kushtetuese, automatikisht pezullohet. Pra pezullohet gjithë procesi, nuk mund të kishte zgjedhje a priori, pra ligji e ka pezullimin automatik, ligji dhe kushtetuta. Çka do thot, Bajram Begaj duhet të priste vendimin e gjykatës kushtetuese dhe më pas të merrte një vendim sa i përket zgjedhjeve. Gjithë të cilën e beri më përpara. Kjo ha diskutim ato se kemi bërë këtë debat goxha, po kjo është me diskutim jo. Kjo po e tregon. Unë po sqaroj për shkuar, po jo pra nuk ka diskutim fare, sepse ju thoni që është një akt individual administrativ apo jo. Problemi është që kryetari i bashkisë, i vetmi institucion ku mund të shkoj, dëgjoj, ju në pasajnë debat. Jo, pa ju në debat. Konkretisht, Veliaj e spjegove që a kërkon. Më së shumti për Erion Veliaj duke nxjerrë detaje dhe të dhëna. Por, kur na thosh nuk. Çfarë kërkon? Po se humbim fillin. Atëherë Erion Veliaj kërkon shpalljen antikushtetues të shkarkimit të tij, derisa ai të përfundojë përballjen me drejtësinë, sepse thotë që unë jam një zgjedhur vendor dhe duhet të përmbyllet hesapi me drejtësinë dhe më pas të vendoset për fatin e tij. Pra ky është pretendimi që mban Zoti Veliaj. Bukur. Ndërkohë, pyetja tjetër. Nëse ç'ndodh nëse gjykata kushtetuese i jep të drejtë Veliajt, a duhet nisë procedura e shkarkimit nga fillimi? Të Veliajt? Jo pra, se ky është problemi, se varet e pari... Varet që do vendos. Së pari njërë nuk kemi, dëgjoj, së pari ne nuk kemi nesër një vendim. Këtë duhet ja themi opinionit publik. Pra nesër jemi pa vendim. Nesër kushtetuese do dëgjoj relatoren Sonila Betja, e cila ka përgatitur një relacion lidhur me çështjen nga gjitha prapësimet që ka marrë, pra çështjen e Zotit Veliaj, prapësimet e kryeministrisë, prapësimet e presidentit të Republikës. Pra nesër nuk kemi një vendim. Do dëgjohet përfaqësuesi i presidentit dhe përfaqësuesi i Këshillit Ministrave, e gjithë kjo seancë do të jetë publike dhe do të transmetohet live në YouTube-in dhe në faqen zyrtare të gjykatës kushtetuese, për shkak se gjykata kushtetuese ka një zyrë sa një furrik dhe aty nuk ka mundësi përqendruar. Njerëzit, pra është një sallë shumë e vogël, është më e vogël se studioja juaj, është e pamundur përqendruar aty. Kështu që do të jetë për studion se mos e zvoglon Endri Meksi më shumë. Sepse do ta krahasoj studia madhe gjykimit gjykatës kushtetuese bëra gabim. Ti ke sallë do thotë më të madhe se të gjykatës kushtetuese. Ke të drejtë. Ishte Engra mund ta thuash ti. Fut njëri tjetër aty matan. Ke të drejtë. Më kaputën mes. Të riqë këtu. Atëherë, në lidhje, kjo do jetë e gjitha publike dhe gjykata kushtetuese pasi e përmbyll këtë proces, ka deri në 30 ditë kohë, por duke qenë se çështja është shumë sensitive dhe duke qenë se bëhet fjalë për bashkinë më të madhe në vend, unë mendoj që brenda një afati 10 ditor gjykata kushtetuese do të dalë me një vendim. Tani diskutimi për 10 ditë bëhet kjo aty. Për 10 ditë do dalë me vendim. Më pas del vendimi i arsyetuar, votohet në fletore zyrtare, nëse është në favor të qeverisë, presidentit i lindet drejta të shpallë zgjedhjet. Nëse është në favor të Zotit Veliaj, pastaj ndryshon totalisht e gjithë, po jo po ndryshon gjëja, sepse çfarë ndodh? Nëse Zoti Veliaj por nuk është vetëm çështja e zgjedhjesh, është vendoset një praktike konsoliduar për të gjithë kryetarët e bashkive në të ardhmen. Sepse vendimi i gjykatës kushtetuese do të jetë një farë mënyrë liq i padiskutueshëm, pra jemi përballë rrezikut që të bien zgjedhjen në Tiranë, të anullohen zgjedhjet.
Anullon zgjedhjet dhe krijohet precedent, fis shkarkon dot më asnjë. Pra rasti Veliaj, pavarësisht emrit, në thelb çfarë do të Vetëm krijojë? si në Kosovë, në Tiranë. O zotëri Arkipi, pse s'do ta kuptosh? Po kuptoj. Për herë të parë, gjykata kushtetuese vihet në lëvizje për një çështje kaq të rëndësishme. Unë po i vë kryq emrit të Erion Veliajt, nuk kam lidhje. Pra për një moment e marrim që s'është Erion Veliaj. Vendimi që do të merret nga gjykata kushtetuese, i cili shpresoj të jetë i pandikuar, sepse unë kam dyshimet e mia, shpesh e kam parë gjykatë të ndikuar nga faktori politik, nga mazhoranca, se nuk e ndikoj unë gjykatën kushtetuese. Nga Erion Velia apo nga Edi Rama? Kjo është. Po, unë besoj që deri tani e ka ndikuar Edi Rama. Këtë ditë them unë se... Sepse vendimi që erdhi ishte kundër Edi Ramës. Që ishte? Po do t'ishte çmenduri nëse gjykata kushtetuese nuk do të zbatonte 115. Dha një vendim kundër Edi Ramës. Tash atëherë në lojën kundër Velia kundër Ramës, kush fiton? Nuk ka marrë vendim aty gjykata kushtetuese më zotri. Çu fat pa? Fare më jo, nuk ka marrë vendim më zotri. Thjesht ja ka thënë me zë të lartë Edi Ramës dhe Bajram Begajt një gjë që në fakt do duhet ishte automatike. Je gabim, çu ja thënë? Jo, pra je gabim, ligji thot pezullim automatik zotri. Dhe Bajram Begaj dhe Edi Rama e dini që është pezullim automatik, por nuk e dëgjuan. Dhe gjykata kushtetuese u detyrua t'i bërtiste me të madhe dhe t'i thoshte, dëgjoj, nuk është më automatike, po ua bëj dhe me shkresë. Kjo është diferenca në rastin konkret. Flisim për ndikimin, domethënë nëse ka ndikon, atëherë i bie që të kenë ndikuar Erion Velia më shumë se Edi Rama mbi gjykatën kushtetuese. Pra Erion Velia nga burgu është më i fortë se Edi Rama. Po kupton çfarë po të them. Në rastin e pezullimit të dekretit presidentit, gjykata kushtetuese do të ishte në një lajthitje nëse nuk do ta bënte një gjë të tillë. Nëse do ishte ndikuar, do bënte të kundërt automatik more më. O Klod, në qoftë se çështja që ka e tillë, saqë ai nuk mund të jap vendim tjetër, atëherë për çfarë është ndikimi këtu? Pra ndikimi është ose për kundër të drejtës ose rrafshe të ndryshme. Pezullimi automatik, ligji thot, kushtetuta thot, në momentin kur kryebashkiaku X e heqi me emrin e Erion Veliajt, vën lëvizje gjykatën kushtetuese, pezullimi, pra çështja pezullohet automatikisht, nuk mund të ketë veprime nga institucionet. Këta pavarësisht kësaj norme, po flet për dy gjëra të ndryshme. Nuk është aq kollaj. Ajo që thotë ti dakord, kjo është një aspekt. Po, ndërkohë aspekti tjetër është shkarkimi. Dhe shkarkimi është një gjë krejt tjetër. Në qoftë se gjykata kushtetuese doja kishte qefi që të mbajë anë Edi Ramës, do ta kishte gjetë shumë kollaj shpjegimin, siç e ka gjetë kjo pala tjetër. Jo, nuk e gjen dot në rastin konkret. Për shkarkimin mund të gjejë justifikime. Për shkarkimin është diskutim tjetër. Për shkarkimin, gjykata kushtetuese mund të thotë është akt individual administrativ, shko Erion Velia dhe ikte gjykata administrative. Në lidhje me shkarkimin, po jo në lidhje me dekretin. Gjykata kushtetuese do të ishte në lajthitje të dekreti vjen pas shkarkimit. Nëse shkarkimi është në rregull, dekreti është në rregull. O Mërtir, të lutem. Po flet për dy momente tërësisht të ndryshme. Po jo, dakord. Dekreti vjen pas shkarkimit. Nëse shkarkimi është korrekt me ligj, atëherë kush problemi me dekretin? Në një shtet dhe në një vend normal dhe demokratik, dhe një president që do të ishte mbi palët, nuk mund të nxirrte dekret pavarësisht çfarë mund t'i kërkonte Edi Rama. Nuk mund ta bënte dot, mund të nxirrte dekret për 5 bashkitë e tjera, por jo për këtë. Nëse shkarkimi është në rregull nga aspekti ligjor, Bajram Bega nxjerr sepse është një shkarkim që është korrekt. Po. Dhe ai thotë është akt administrativ, nuk ka lidhje fare me gjykatën kushtetuese. Po jo, pra jo, nuk e thot këtë gjë se s'mund ta bëj. Është debati vjetër ky se është ka drejt Klodi. Atëre. Po ka drejt Klodi, unë them që faleminderit që më dhe një herë të drejtë o Pushat. E binda më në fund të japim të drejtë. Ti po të dha njërë të drejtë, bravo, qoftë se ky s'jep Kjo është fitore, kam njeriu të botë nuk jep drejtë. Pohove mendimin e Andit, ose binde. Sepse në raport me presidentit, kam qenë kategorike që në momentin e parë. Ndërkohë në raport me shkarkimin është një histori tjetër. Jo, tani do flisni ju. Gjykata duhet tek shkarkim, klauzola që kanë gjetur këta, dhe që për mua prap ha diskutim është që kjo nuk është e tillë pse, sepse çështja është tek check and balance. Pra pse gjykata kushtetuese thotë që duhet marr votimi duhet marrë vendimi gjykatës kushtetuese, ti nuk mund ta shkarkosh pa kur ai është ankimuar. Sepse gjykata kushtetuese funksionon si çek këtu, që ti të mos i bësh padrejtësi atij, duhet të marrësh lejen gjykatës kushtetuese. Në rastin se po më dashur në rastin tjetër, po e bëj me ty tash, nuk. Në rastin tjetër, ka qenë. Çek dhe mballas e bën Këshilli Bashkiak. Pra fakti që kjo është votuar në Këshill Bashkiak, nuk ka më nevojë për të pas çek nga gjykata kushtetuese sepse është marrë vendim me shumicë votash Këshill Bashkiak. Dhe prandaj këta thonë që presidenti në këtë rast nuk ka pasur Bashkiak e shkarkon kryeministri. Tani, në fund procesit ka vënë firmën e Edi Rama për shkarkim. Dakor, Dhe çdo
dhe çdo shkarkim politik nga kryeministri, po kjo është zgjidhur tani. Po të merremi me këtë. Thuajmë zot Larse, duhet ndërhyj zoti Ylli. Ja po ndërhyj tani më njëherë. Të diskutojmë me Erion Veliaj. Atëre ne duhet të diskutojmë standardin. Duhet të them argumente, shiko, unë e kuptoj atë. E hoqim tani këtë. Klop pjesë. Standardi. Unë e kuptoj se tani përderisa ka marrë gjykata, ajo do t'rregojë cili standardi. Jo, Erion Veliaj, nëse jo vetëm një fjali do them. Në çfarë informacionin shumë kam, sepse kam folur gjatë gjithë ditën me ekipin e tij ligjor, Erion Veliaj nesër do ketë vetëm një fjalim të natyrës politike. Po, dhe këtu do kalojmë netën. Dhe besoj që sepse ai mendon që është i burgos politik. Do ketë vetëm një fjalim të natyrës politike. Ja, do me thënë, me këto që mund të ndodhin, jemi dhe te ideja që nuk do të kemi zgjedhje në Tiranë. Betet e dyshimt kjo. Zgjedhje në Tiranë mund të mos jenë. Varet nga gjykata nesër. Nesër dhe ditën në vijim, se s'është nesër vendimi. Tani, Veliaj veçpallet i burgosur politik. Veliaj, si shta Klodi që nesër do mbaj një fjalim politik aty, dhe njëri tjetër s'ka, e konsideron çështjen ndaj tij, por edhe shkarkimin persekutim politik. Avokatet ndërkombëtar, që janë britanik dhe amerikanë, kanë prodhuar një raport ku bëjnë fjalë, ku bëjnë këto pretendime. Ja le ta ndjekim. Kassovitz LLP, New York, dhe Mishkon Dereja, Londër, njoftuan sot 28 tetor publikimin e një raporti të përditësuar Veliaj me titull Raport lidhur me përndjekjen politike të Erion Veliajt, kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Raporti i përditësuar Veliaj shqyrton motivimet e dukshme dhe të papërshtatshme politike që qëndrojnë në themel të çështjes së SPAK-ut ndaj kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj. Sipas raportit, në harkun e 8 muajve, ngjarje kyçe kanë krijuar përshtypjen e pamohueshme se hetimi penal ndaj Veliajt nga SPAK-u nuk është një hetim i zakonshëm. Kryebashkiaku Veliaj mbahet në paraburgim që prej muajit shkurt, pavarësisht faktit se ai nuk paraqet rrezik për t'u arratisur, rrezik për të penguar çështjen e SPAK-ut apo rrezik për të ripërsëritur veprat e supozuara për të cilat akuzohet. Sipas raportit, fakti që kryebashkiakut Veliaj ju mohua lirimi me kusht, ndërkohë që 17 nga të pandehurit e tjerë të akuzuar në të njëjtën çështje u lanë të lirë me kushte minimale, ilustron pabarazinë e theksuar në mënyrën si është trajtuar ai nga autoritetet shqiptare. Për më tepër, raporti i përditësuar Veliaj vren se zhvillimet e fundit politike kanë shtuar shqetësimin se çështja e kryebashkiakut Veliaj është një përndjekje politike e hartuar për ta hequr atë në kundërshtim me Kushtetutën e Shqipërisë nga posti i fituar në mënyrë të rregullt si kryetari i bashkisë. Në shtator, Këshilli Bashkiak i Tiranës, duke cituar paraburgimin e pavullnetshëm të kryebashkiakut Veliaj, e shkarkoi atë nga detyra. Siç vënë dukje raporti, ky vendim, i pasuar nga një njoftim i Presidentit të Republikës për mbajtjen e zgjedhjeve të reja për të zvendësuar kryebashkiakun Veliaj, krijoi përshtypjen se paraburgimi i pajustifikuar i kryebashkiakut Veliaj ka shërbyer si pretekst mbi të cilin autoritetet shqiptare të përpiqen ta largojnë në mënyrë antikushtetuese nga detyra dhe të mohojnë qytetarëve të Tiranës të drejtën e vetqeverisjes. Ndërkohë që gjykata kushtetuese ka pezulluar për momentin çdo veprim të tillë derisa të vendoset mbi ankimimin e kryebashkiakut Veliaj, i cili kundërshton vendimin e Këshillit Bashkiak, raporti i përditësuar Veliaj shqyrton pasojat e kësaj krize kushtetuese. Një nga vëzhgimet e raportit është se çështja e kryebashkiakut Veliaj përbën një shembull të qartë ku vihet në pikpyetje angazhimi i Shqipërisë ndaj procesit të rregullt ligjor. Sipas raportit, manovrat e fundit politike të ndërmarra për ta larguar nga detyra kanë cënuar prezumimin e pafajësisë që kryebashkiakut Veliaj i takon dhe e kanë privuar atë nga liria dhe detyra, të gjitha këto përpara se gjyqi i tij të nisë. Preç do ishte pas pakti, sepse Bushati vazhdimisht në studion tonë ka mbrojtur tezën që kanë ndërtuar avokatët e Veliajt. Që kanë bërë? Ka mbrojtur tezën, ka krijuar edhe ky tezën, mos si avokatët, edhe Bushati ka krijuar të njëjtën tezë. Avokatët e Veliajt dhe Bushati në mënyrë rastishme se nuk një avokatët e Anglisë tani dhe të Amerikës, por kanë krijuar të njëjtën gjë. Thonë që kemi të bëjmë me një mund të thonë që avokatët ta kenë kopjuar tezën e Bushatit. Edhe mund ta kenë kopjuar atë Veliu dhe Bushati ata ja kanë thënë. Patjetër. Atëherë zoti Bushati avokatët e Veliajt thonë që kemi të bëjmë me një persekutim politik. A mendoni se qëndrojnë pretendimet e tyre? Kush është persekutori në këtë rast?
Tani, Veliaj është një burgosur politik, por këta s'kan drejt. Këto që thonë këto janë paçavra, për një arsye shumë tjesë, duket kontradiktore kjo. Arsyet që thonë këta nuk kanë lidhje me arsyen që unë e quajt burgosur politik. Unë e quajt burgosur politik për një gjë, se këtu ligji për të njëjtat fakte, dikë e futë në burg, dikë e amniston. Ky është standardi im për burgimin politik. Pra, qofse Alqi Bllako, Lefter Koka, Arben Ahmetaj, Veliaj, përfshihen ke inceneratorët e zëmë, dhe këta gjithë përfundojnë burg dhe kryetari bandës është jashtë, ky quhet gjykim politik. Pra, që të njëjtë për të njëjtin standard, dikë e le jashtë, dikë e fut brenda. Në këtë kuptime kam unë burgosjen politike. Kurse këta... Por nuk je kundër hetimit. Si. Hetimit penal. Të metojnë dhe mua, s'ka lidhje kjo. Ti s'ke lidhje, që të jetojnë dhe ty. Jo, kur them dhe mua këdo, më këdo. Të jetojnë këdo. Puna është mos jetojnë me urë. Mos jetojnë me urë, pa tjetër të jetohet. Tani, kur shkon këtu është puna, kushtetuse, se folëm gjatë për këtë. Ajo që më shqetëson mu me atë që po ndodh nesër, është pak edhe lidhet dhe me debatin që po bëj përpara në studio. Këtë gjykat, unë njësoj si Klodi, e quaj gjykat që shpesh gjykatën kushtetuse ka mbajt anë e qeverisë. Dhe pyetja që kam unë për atë që do ndodhi nesër, si ka një mundësi që një gjykat, ndoshta gjykata më e turpshme kushtetuse që ka pas Shqipëria në këto 30 vjetë. Se ne kemi pas gjykata në kod Saliut që i kthenin ligje, në kod Tramës që i kthenin ligje, vetëm këta u bën zvaranik të pushtetit. Këta Bajram Begajn, dekretin e Begajt e rrëzuan 18-0. Çfarë ndodhi që rrëzuan 18-0? Pyetja e mërtirit është kështu, ore, si ka mundësi, duket qëndron logjikë. Po në kaluar këtë debat. Do më thënë, si ka mundësi që këta edhe i urdhron Rama, por edhe votuan 18-0 kundër Ramës, as 5-3, për shumë. Po mos Rama këtër s'ka pas interes dhe i ka lënë lirë, është një pyetje. Mos Rama do t'i anulloj fare zgjedhjet e Tiranës, nuk i leverdis këtë zgjedhjen në Tiranë. Vetë na futin këtë hulli. Nuk e di, se këto janë hipotetë. Problemi është që kjo 18-0 e parë, si kur duket, si kur na parathot, me gjithse çështjet nuk jam shumë ndryshme, unë jam me Klodin këtu, që çështja e parë që shumë e qartë, s'kishe ku lvizje. Kjo e dyta mund të ketë interpretime, pra duhet shkarkuar Veliaj apo jo. Por prap ata nuk janë njerëz që shohin ligjin, ata janë njerëz që ndjekin rendin mbas urdhrit. Dhe kam frikë që 18-0 e parë është një indicje, siç thot Zoti Ylli, për atë që do ndodhi nesër. Pra, që nesër ne o mund të kemi një vendim, për shembull, kur të merret vendimi, jo nesër, ndërmjetëm, për shembull, ka pasus një kleçk aty, që ta shkarkoj Këshilli Bashkiak, i duhet dhënë e drejta për t'i dëgjuar. Pra, mund të shbëj seancën, jo t'i shkojnë themel çështje. Ka disa hapësira kushtetusja që mundet... Mund të mos e dëgjoj. Si? Po më plësua koha data e gjitha i mungon, unë e kam pyetur avokatet këtu, avokat shumë të zotë, dhe ata më kanë thënë që mund të mos e dëgjoj. S'ka patur dilemë. Do me thënë, ishte një dileme zgjatur. Gjykata kushtetuese. Dhe pastaj u ndërpret. Ose thot, duhej shkarkuar Erion Velia. Ose thot, shkarkimi ka qenë i gabuar, sepse edhe kjo a interpretime, po duam t'i hymë. Dëgjoj, këtu i hymë pastaj në pikën, a mundet një prokuror që merr vendimin për të burgosur, e kalon vendim në arrestit në gjykat, të zhbëj, pa marr vendimin, kur ti quhesh njeri akoma i pafajshëm, se s'ka marr dënimi jot formë prerë, a mund të zhbëj vullnetin e gjithë zgjedhësve të qytetit Tiranës? Pra, kush prevalon në këtë rast? Dyshimi një prokurori që ti mund kesh bërë krim, apo
160.000 qytetarë Tiranës që të kanë votuar. Vetëm prokurori, Bushat, janë 3 gjykata të cilat se ndalesh qëllimisht e prokurori. Edhe të gjykata, edhe dy. Po pra, po gjykata se në fund fare vendimin e jep gjykata, nuk e jep prokurori. Nëse prokurori ka gabuar, nëse prokurori nuk ka dyshim të arsyeshme bazuar në prova, do të thonë se ky është diskutimi. Jo, kanë të gjithë të drejtë. Ai ligji është pak me kleçka aty, nuk e ka të qartë fiks se kur duhet shkarkohet, pra rastet e shkarkimit të kryetarit bashkisë. Kanë të gjithë të drejtë që për arsyet e tyre të hetimit ta mbajnë Veliajn në burg. Por Veliaj në burg në gjendjen që është sot, është një qytetar ende jo i fajshëm. Për mua bindjen tim është i fajshëm. Prezumohet i pafajshëm. Prezumohet. Tani, a mundet që një njeri të pafajshëm që qytetarët e Tiranës, lesi e kanë zgjedhur, po formalisht njifet ato zgjedhje se për mua dihen që janë ato zgjedhje. Që e kanë zgjedhur, a mundet ti t'ja rrëmbesh 3 gjykatës dhe 2 prokuror? Këtu ka diskutim. Pra, është një çështje shumë e gjerë kjo dhe varet si interpretohet. Por në fund, fjali e fundit, ata kanë për ta interpretuar sipas urdhrit që kanë marrë. Marrin në urdhë zoti nga Natë Madhnia. Jo nga të gjitha këto që flasim ne. Ko në statusin të burgosit politik. Shiko, Zoti Veliaj. ta nisim që do ndodhë nesër. E para që do ndodhë nesër, do ndodhë një proces i rregull ligjor ndaj Erion Velijes. Ajo që nuk u bërë, nuk e di për çarsye, po ajo nuk ishte një gjykat, ishte Këshilli Bashkiak, ai nesër është ftuar personalisht, do marrë pjesë, do mbaj fjalim, avokatët e tij, pra jemi në kushte një procesi, kështu duhet jenë proceset. Dëgjohet. Po s'ka avokat aty, do mbaj një fjalim. Ky vetë, s'ka rëndësi. Po jo, po se patjetër dhe avokatët. Dakor. Patjetër ka përfaqësues ligjor. Ka përfaqësues ligjor. Do të thënë, bim dakord për këtë. Qartë. Një e dyta, gjykata kushtetuese, nesër apo një ditë tjetër, si thot Klodi, do shprehet vetëm për një gjë. A është ligjor kushtetues shkarkimi i Erion Velis, nuk futet në çështje të tjera. Ajo gjykata kushtetuese nuk bën vaki, domethënë që të veprojë si gjykata penale, si gjykatat e ajo ka tjetër detyrë. Kështu që unë mendoj se në atë gjykat, nuk është vendi me mbaj fjalime për ku Velia në rastin konkret do të pretendoj se është i burgosur politik. Jo për gjë, nuk e ndalo kush, por nuk i pi ujë. Sepse ai betejën e ka me akuzën penale, nuk e ka me gjykatën kushtetuese dhe as me të tjerë. Kjo është beteja e tij, aty do jetë. Sa i takon vetë shpallës si burgosur politik, kjo është zakonshme, në rastet ku politikanët, edhe në Shqipëri, po edhe në Bodja, për një moment dhe gjithë ta e marrin këtë status. Pak ditë më parë, njëri e marrin vetë. Nicolas Sarkozy u dënua me vendim formës prerë, ish presidenti i Francës, edhe ai prap deklaroi që jam një burgosur politik, pavarësisht se ka marrë vendim formës prerë dhe do kryej dënimin. Ka plot tjerë që e thonë këtë gjë. Unë mendoj këtë që në shoqëritë e hapura është shumë vështirë që të ketë burgosur politik të cilët e qojnë deri në fund, më thënë, qenit burgosur politik, sepse vetë arkitektura e drejtësisë në vendet e hapura. Historia që Erion Velia e pretendon për burgosje politike është një marrëzi. Erion Velia është duke u gjykuar në gjykatën e posaçme për 30 akuza penale. Që ky termi i burgosur politik. Këtë është duke thënë dhe preç. Ti po thua atë që thash. Jo, po t'ja themi qartë publikut që publikut i thash. Pretendimi për burgosje politike nuk po burgosje te po do të diskutojmë nëse kërkon ai. Qartë. Ai kemi bërë atë. Burgosje politike kemi bërë. Prokurorën e mbretit, po Erion Veliaj nuk po. Mbret do ishte tani burgosur do. Është duke u gjykuar në gjykatën e posaçme për 13 akuza. Jam shumë qartë. Zogaj, po them edhe mos ndërhy. Duket sikur ja të konkludoj Zogaj, të lutem Klodi. Çet jam prit, vazhdo. Në rregull. Po çan rregull, ne sapo tham që nesër nuk bëhet gjykim për akuzat e tij. Ai ka betejën me gjykatën për 12-13 akuzat e tij, e ka me gjykatën, jo me një gjykatë. Se ai do të vazhdoj, nëse do vazhdoj me 3 shkallë gjykatës. Kjo është betejë gjatë. Dhe është gjykata. Se çfarë thonë avokatët, se çfarë thot i akuzuar, kjo s'ka vlerë fare, sepse dhe avokatët këtë thonë gjithmonë, që klienti hyn është i burgosur politik. Qartë. Është gjykata që do të vendosë.
Për një moment, se po diskutonim këtë me Bushatin, shumë dakord. Je dakord? Jo, dakord, jenë në regull. Një sekund, po diskutonim, ju lutem. Po diskutonim me Bushatin, ju lutem. Po dhe avokatët kanë mendime ndryshme. Gjokutaj më shkruan, Genz Gjokutaj, arresti nuk e afekton mandatin e Veliajt. Dhe Veliaj ka deleguar detyrë, pra nuk ka munguar 3 muaj nga që ka deleguar detyrë, Se ka lëshuar dekrete, ma. Dhe edhe nëse është mungesë, është me arsye. Por avokatët tjerë thonë ndryshe. Megjithatë, Genci ka këtë vetëm vendimi i formës prer e shkarkon apo e ndërpret mandati. Ylli, gjykata, për mendimin tim, Amarova... Dhe VKM-ja e shkarkimi të që në kushtetuese. Po. Gjykata do shikoj që ky nen, që është taksativ, zbatohet kështu si që shkruar në ligjin për organizimin e pushtetit vendor, apo është i ndërlidhur me nenet tjera të legislacionit shqiptar, që edhe të kushtetus, që flasin edhe për element tjerë të statusi që kanë zgjedhur. Të nuk e gjykojmë do të ne. Pra ne ka shku në gjykatë kushtetuse, dhe gjykata kushtetuse është vënë lëvizje pikës pare nga ankimimi që ka bërë unë do të ndrynë një moment që avokatët thonë që Veliaj nuk paraqet rrezik për të raticur, rrezik për të penguar çështjen, apo për të ripërshtritur veprat për të cilat akuzohet. Avokatët sigurisht këse do të thonë, por ju a mbani mend që bëri Erion Veliaj prokurorëve me mediat? Vetëm një konsiderat dhe të flasi kjo. Kjo që thonë avokatët... Shiko, vetëm, Ylli... Shtruan dikën penale. Ylli, vetëm një konsiderat. Kinëzorën dhe sekretet intimet gruas. Që bën prokurorët? Ylli... Edhe i bëri. Një konsiderat... Mersi shkeq u sollë, edhe këta si Alan Mangut. Për teleshikus. Edhe vetë avokatët. U sollën si njerëz në gjak. Jo si qytetarë të shtetit. Edhe vetë avokatët e mbajnë të pjesën e qëndrimit politik, apo si e qujnë atë të burgos, e mbajnë në nivelin e para burgimit, se dhe nuk janë kaq, dhe më thënë, amator, që thosht, flasin tani atë që do të thot gjykata. Pra për para burgimin, këtu ka pas mendimet ndryshme, ka plot që edhe unë mendoj që para burgimi do t'jetë shumë i përligjur, do t'jetë i kufizuar. Por nuk flet para burgimi akoma për akuzët. Akuzët janë atje. Janë dy gjërat ndryshme. Komplet të ndryshme. Penali Veliaj dhe kjo që po gjykohet nesër në gjykatë. Të gjitha janë punë. Sepse ajo që thot në avokatët i referohet procesit penal, jo asaj që gjykohet nesër në kushtetuse. Penal, i referohet para burgimit kjo që e citoj Ylli tani. Një sekund, të mbarojmë këtu të kjo. Edhe njërë, fare shkurt Lala Mërtiri, kemi të bëjmë një persekutim politik që shënë avokatët të Veliut, a jo? Qiko, unë po shof këtë fjallorin politik të Cambridge-it. Qa është një burgosë politik? Dikush që futën në burg për shkak se shpreh mos pranim ndaj qeverisë vetë, ose për përkatësi në një organizat, raca, apo grup shoqëror që nuk miratohet nga qeveria. Kemi të bëjmë këtu me këtëne? Ai po futën në burg për vjedhje. Tani nëse ne quajmë hajdutin politikan, atëre po, kjo është i burgosë politik, se është për vjedhje. Do me thënë, burgosë politik e Kameraman, se ka burgosë Berisha. Po, dakor pra, po, Rama, në qofse themi që e ka burgosë Rama, se mund theme ka burgosë Paku, se ka burgosë Rama. Por e aji thot jam burgosë politik. Atëherë të flasi kundër shefit vetë. Në qofse aji nëse akuzën e ka për bindje, kjo po mund të ishte i burgosë politik. Po e se ka për bindje, nuk e ka për politik. E ka për vjedhe, e ka se ka bërë korupcion, e ka bërë këtë korupcionin, duket që e ka bërë. Dosja nuk është pa argumente, pa fakte. Më thënë, dosja ka fakte reale, problematike, kështu që këtu s'ka lidhje fare me politikën. Nuk është se ky po bërë, se ky ka majtë në qëndrim kundër Ramës. Për kundra, se ky qa ka dashë Rama ka bërë. E ka mbjellë Tiranën me kulla, ka bërë gjithë tendrat që i ka kërku Rama, gjithë ortakët e Ramës ju ka dhënë koncesione. Ku ka dalë kundër Ramës këtu? Në çfarë pikë? Burgosë politik tani po të vesh re, doktori jep konferenca shtypje aty, mbledh njerëz të vet, simpatizantët që i bërtisnin, pastaj Bashkia e Tiranës vajtit e Kangjellat, bërtiste dhe ulurinë e fortë e Kangjellat e gjykatës. Spakut. Po. Edhe tani kjo pengesë është themi. Atëherë, zoti Rakiti, ndërhyra pak dhunshëm që parë tek zoti Zoga, jo se nuk po thoshte të njëjtën gjë që mendoj unë. Erion Veliaj nuk është një burgosur politik. Dhunshëm? Nuk po gjykohet. Jo dhunshëm, se më nuk e ndjeva si dhunshëm, se më duk kështu si... Atëherë, Erion Veliaj
sipas meje nuk është një burgosur politik, sepse nuk po gjykohet për ide apo se është jo normale, ndaj unë doja ta sqaroja për opinionin publik. Erion Veliaj është duke u gjykuar aktualisht në seancë paraprake për 13 akuza penale, 9 prej të cilave në ndyshimet për korrupsion. Dhe Spaku pretendon që për secilin nga këto akuzat ka prova. Zoti Veliaj thot nuk ka, megjithatë është një debat që vazhdon në gjykat. Pra sa i përket hetimit penal, ndjekja penale është ushtruar konform çdo procedure ligjore. A bijem në dakord të gjithë që Erion Veliaj duhet hetohet edhe për histori të tjera, të inceneratorëve tjera me radhë? Patjetër që ka vend edhe aty për të hetuar, ndoshta do të ishte mirë edhe për opinionin publik që të kishte filluar aty. Pra të qartësohemi. Ka një gjë që se thënë nuk ka prova. Prova ka. Problemi është si i marrin këto prova. Janë këto prova bindse që kjo vepër është kryer apo jo, po prova për të hetuar ka. Jo, se fshati ka nuk mund ta thot as vetë Veliaj që s'ka prova për të hetuar. Spaku e hetoi për ato gjërat e vogla, por nuk e hetoi për çështjen e madhe. Është si tjetër, ato i kanë. Po pra, kjo e bën që të jenë burr për korrupsion, nuk është për aktuale në Spak. Prokurorët pretendojnë që kanë prova për të provuar këto vepra penale. Pra, Erion Veliaj nuk u rrëmbye nga Spaku dhe jo, Spaku është drejtuar gjykatës, gjykata ka caktuar një masë sigurie dhe po qëndron në paraburgim mbi bazën e masës të marrë konform kushtetutës dhe ligjit. Bazuar në prova dhe ndryshime të arsyeshme siç parashikon ligji. Pra, nuk i është kelur asnjë drejt dhe është një person i cili për mua ka bërë shumë tepër, por gjithsesi është aty për këto gjëra. Ama, nëse unë them që për Erion Veliajn, si çdo funksionar tjetër, duhet hetuar, gjykuar e tjera me radhë, nga ana e prokurorisë posaçme ose çdo prokurori që ngarkon ligji, sa i përket shkarkimit, unë kam dyshimet e mia. Dhe në fakt nuk lidhen me emrin e Erion Veliajt. Lidhen me mënyrën se si funksionojnë institucionet. A mundemi ne të pranojmë si njerëz me logjik dhe njerëz të edukuar dhe të shkolluar që qeveria të sillet si barbar me çdo kënd që i del përpara, pra të thash po e heq emrin e Erion Veliajt. Po flas për cilin do kryetar bashkie tjera me radhë. A mundemi ne të pranojmë që një president i Republikës të bëhet noter i çdo kërkese të kryeministrit? Unë për vete nuk e pranoj. Pra, të them, mërtir, po i ndaj në dy pjesë. Erion Veliaj për mua ka bërë shumë herë më tepër se sa e akuzon Spaku. Por nuk mund të them që është një burgosur politik. Jo, është një person i akuzuar dhe i pandehur për 13 akuza penale, të cilat le t'i debatojnë gjykat dhe të vijojnë. Qofse bien ato akuza, atëherë do jetë ka drejt me thënë që më përndjekur politikisht. Është gjë tjetër. Dhe mund të rilin, si që ka ndodhë me Fatosna. Po, që janë rilin. Ama, tek shkarkimi, unë personalisht, tek shkarkimi, sepse ligji është... Një avokat që të diskutojë nesër, po për fat, Zotë Gjokuta mi fut mua këto të më thotë. Nuk diskutojët as fajësia dhe as masa e sigurimit nesër. Nesër diskutojët vetëm liqëmëria dhe kushtueshmëria. Nëse i kishe mendjen thash. Pa qenë avokatër këtë thamë. Qërtë. Okej, atere. Por problemi është këtu, do me thënë se e lexoj edhe mërtiri atë. Ai është përkufizimi klasik. Për shembull kur unë e kuptoj t'je thua në plan metaforik. Qartë ndodhur nga Shqipëria deri në Bashkimin Sovjetik ose në Afrikë t'Jugut, ai është përkufizimi klasik i burgosurit politik. Por këtu është përkufizimi. Ashtë i dalin ke përkufizimi modern. Për një burgosur politik, sepse Sarkozia që përmendi Preci, që i quan veten po të njëjtë, nuk është çmendur, e di që nuk do shkojnë në gulag, por flitet për një komplot politik. Erion Veliaj, po themu, unë s'kam pas një shpresë, por shumë nga këta të vetët që e mbanin si delfinin e Diramës. Pra, quaj Gjasme ishte një konkurencë me Diramën. Vitet e para, se pastaj ai mendoj që qofse të kjo konkurenca politike, për të njëjtin krim që përmendet ti, për kullat që bëjmë bashkë, për vjedhjet e zgjedhjeve që bëjmë bashkë e tjerën, njërin drejtësia e kap dhe tjetrin e amniston, atëhere drejtësia në këtë rast ndërhyn konkurencën politike. Po s'është i burgosur politik, gjithsesi. Kjo e bën burgosur politik. Jo, nuk e bën burgosur politik. Kjo e bën i shërben dikujt. Nëse drejtësia dikujt nuk ja ka dhënë hakun, po dikujt ja ka dhënë, kjo nuk ka të bëj fare. Erion Veliaj po dënohet me hak plotësisht. Fakti që nuk ja kanë dhënë këtë drejtësi dikujt tjetri, nuk është. Drejtësia mund të ketë standarde politikishta, por jo që mund ta bëjë Erion Veliaj burgosur politik. Unë kam tezën dhe
prej asaj më ka buruar kjo dhe nuk është çështja për Erion Veliaj, që ideatori, arkitekti, hajduti, përfitusi, inceneratorëve... është Edi Rama. është Edi Rama. Po këte kemi të gjithë, në? Prit. Në qoftë se këte kemi të gjithë dhe Edi Rama dirigjon drejtësinë për t'i dhënë ca viktima, Alqi Bllakon, Lefter Kokën, tjetrin, për inceneratorin, dhe vetë shpëton, këtu jemi në rastin tipik të indrejtësie politike. Dhe në qoftë se është kështu, edhe Alqi Bllako dhe Lefter Kokë me dy standarde bushat, jo burgosje politike. Po jo pra sepse i burgosur politik do thotë shkosh me ide, po jo pra se problemi ky është. Ti thua i burgosur politik duhet shkosh për ide të bushat. Do më thonë, nuk mund të shkosh se njëri është amnistuar dhe tjetri jo. Aty janë dy standardet të ndryshme. O, Klodi, është gjithmonë vepra penale, ma jo e ndanë, tjerat janë fjalë. Kush të burgosur politik? Jo, po bushati po thot një tjera që i bënin për sabotator nafte në Shqipëri, po thot që gjykata... as një ide. Thjesht të dënonin politikisht. Ishin trunje politike. Është histori tjetër, është historia... Ajo është histori... Si burgosur politik është Fatos Tubonja, nuk është Erion Veliaj. Një regjimi partjak ku s'ka drejtësia është e gjitha kontrolluar dhe ajo urdhrohet. Ato janë, sot e kenë Rusia, sot e kenë Kinë, sot e kenë vendet tjera autokratike. Atere, kurse zonja Lala, ka qenë i burgosur politik. Po, rilindi. A ka qenë i burgosur politik. Në një sistem demokratik, ishte i burgosur, shu janë dhe këta të burgosur politik në një sistem demokratik. Nuk është kjo. Ka disa nivele analizat. Dhe këta i marin të kejtë, pra do thot që të drejtësisë Talush Dragoshit e të Benqeleshi. Ka disa... Të njëjtat prodhojnë të burgosur politik. Mos harroj gjë që është vepra penale. Fatos Nano, u vërtetu, u ngri gjithë bota dhe gjykata tonë në fund, thanë që s'ka vepër penale. Ajo është një hakmarrje politike, nxitim, ku di unë e tjere, donin ta menjanonin sepse Partia Socialiste pa pritur për 3 muaj, nga 27% shkoj partije parë prapë, që të bëjmë, doli Eduard Selam, miku im, që se s'arrestojmë Fatos Nano, ne humim çdo gjë. Ajo ka pas kontekst politik. Doli Edi Rama, tha, unë Arben, Ameta i t'ja bëj më keq se ja bëjnë këta të spakut, pas 2 javë shkojnë burg. Më keq se Selam. Më keq se Jam duke të thënë, Fatos Nano ka fituar pa fajsi në aulën e gjykatës. Po e fituan, ata që kanë ndërmend të rinë, rilind nga karriga të burgosur, ka rilindur Fatos Nano është bo kryeministër për këtë shkak. Unë e ti nuk kemi pritur Strasburgun dhe gjykatën e lartë për t'i thënë Fatos Nano si burgosur politik. Jo, unë ja kam thënë. Sepse shenja duken si arrestohesh. Pa tjetër, ajo ka qenë skandal. Po është dukur edhe qartë që është drejtësi politike, se drejtësia Dumanit është shumë më keq se drejtësia Lush Dragoshit. Pastaj mos harroj një gjë që ka pas në shtete, organizata ndërkombëtare, që kanë ardhur mision dhe kontrolli. Mërtiri dhe... Ti Bushat thua që pra ky është kreu, këta kanë vjedhur për këtë dhe ky shpëton. Tani ka disa opcione këtu. Ky mund të shpëtoj vetëm se ka pushtet. Por ama këta të tjerë të kapen me drejtë. Le ta implikojnë ata më. Pra, domethënë një sekondë. Fakti që shpëton ky që të mos keq kuptohen. Le ta implikojnë ata. Nuk them që Lefter Koka nuk I ka çuar parat ke llogarie djalit. Nuk themu që nuk e bën. Alqi Bllako. Pra, tu jemi dakord në rregull. Këta krimin minor e kanë bërë. Po në një vend ku potenciohet krimi minor dhe harohet krimi maksimal, atëhere kemi të bëjmë me drejtësi politike. Dhe prandaj këta janë viktima të drejtësie politike. Po pëse se të nëmësojnë këta me që se ta kanë qenë të vegjën ka I më. Se anë më keq se është drejtësi politike. Po e denoncuar janë më keq. Se denonconi vetë njeri që u arratis. Mërtiri, të lutem. Se di që s'ka shpëjnë. Pra ti thua këta, ky shpëton, këta e hanë. Këta e hanë. Urdhër ti, për të larë këtë. Këtë ku e vërteton ti, sepse që tjetë kështu si thua ti duhet që ky ta ketë këtë instrument vetin. Por ky mund t'i ketë shitur këta,
që gjithë të korupcion që është bërë, të cilin ky SPAK do ta hetoj, e ka ndarë mendjen për ta hetuar, ky thot po e shes këtë sepse ndryshe do ta hajde vet. Dhe në këtë pikë se edhe ti, edhe ti në 9 minut, pra ne nuk e është tamencim shumë i madh. E di që vendos ky, thua, ky shet. Drejtësia nuk duhet të thyrë si ky mbron apo i shet, po ti ishe drejtësie pravarur. Kjo mund tjetë... Ky i shet, po kjo si bën ky e puldri. Unë po bëj hipoteza, për mua është tjetër gjë. Edhe ti brenda e di se kush vendos. Prandaj thoj shet. Unë mendoj ndryshe. Shpun ka ky ti shet se po ti mbroj. Po të kishe drejtësi pavarur. Qofse do mendimin tim, drejtësia SPAK-u është i pavarur, po heton shkallë, po e rrit dozën, dhe ndoshta një ditë do shkojë tek Rama. Por duhet kemi parasysh edhe një gjë që nuk është kollaj të thoshin kryeministër, sepse kjo as në vendet Sarkozia u dënua tani. Nuk u dënua, jo një kryeministër. Po një sekond pra. Zbardhësh një çështje nga fillimi në fund. Po një minut. Tani, unë po them, ka gjykata me dopsi, ka gjykata të korruptuara, ka gjykata të shitur, ka edhe gjykata që janë instrumente politike. Në këtë rast, SPAK-u ka treguar që ndryshe nga çdo gjykatë, prokurori. SPAK-u ka treguar që ndryshe nga gjithë prokuroritë e mëparshme, është një prokurori e cila po heton dhe ka kuraje të shkojë shumë lart. Ndoshta nuk e ka këtë kurajo që të shkojë drejt ke kryeministrit, dakor. Ka dhe kjo limitet e veta. Por kjo nuk e bën atë një prokurori të shitur tek Rama. Fakti që ti thua, po se hetove Ramën, ti je shitur, ky duhet qëndrim. Edhe në kohë Talush Dragoshit kështu thoshin. Mori Fatos Nanon nga njëra anë, mori Arben Likën, Gens Rulin, Recep Ukën nga ana tjetër, prokuroria, hoqën prokurorinë e komunizmit, bëm drejtësinë e re, e cila po i pret shpata nga gjitha anët. Ndërkohë që një model i drejtësisë politike, nuk dënoi askënd korruptuar. Të vetmi që dënoi për korrupsion nuk kishte vjedhur, dënoi pa prova. Kurse në këtë rast, kjo po të njëjtin film Bushat, sepse ka një problem Bushat. Arrestimi i Belinda Balluku, më falë, në qofse do arrestohet, po fjallë, qofse shkojnë hetimi. Po janë djellim. A e vën në pozitë vështirë Ramën, apo jo? Rama, ka dëshirë që të arrestohen këta? Sepse kjo më duhet shumë e tepruar që ti të mendosh që Rama... Zbesoj se do kemi arrestim të Belinda Balluku. Bje fjalla, më në qofse, sepse kështu thanë dhe për Velian. Me që ma bërë hipotetike, po të përgjigjem, ka zgjedhje në 9 nëntor, në qoftë se Belinda Balluku arrestohet, ti do shofësh rezultatet, Rama do rritet, si që ndodhi me Velin. Kësë është faj, atërë që i bje, mos arrestojmë nëse duhet se rritet Rama? Pra, Ramës nuk i prishet asi pun që lëshon sejment e vetë rrugës. Janë ingranazhet ndryshme. Se du t'i lëshon me si i prishet imazhi. Mbështetja SPAK-ut vetëm e rritë Ramën. Një sekundë. Paradoks që nuk e mbështet tani, po në gjyqin e me Velia e qërë punë. Rama rritet për një arsye tjetër, se këta akuzojnë Ramën, këta akuzojnë SPAK-un si instrument Rama rritet se s'ka opozitër. Po pra pikërisht pra, sepse qa bën opozita? Opozita thot që... Bushati e di tani se do vëm ne nuk votojmë ne ore. Ylli, po s'ka, po për të temë, që e hapi këmë. Po jo, me që pse rritet... Po një gjë që s'ka lidhje. Se rritet Rama, Ylli. Po nuk na duhet tani kjo, se ti para gjysmore i the psikologes mos u fut, dolëm nga tema. Tani pse rritet Rama është... Kemi dalë. Po thëmë, po rritet Rama, mbaroj filmi. Një fjalit tek. Në fakt, as me SPAK-un s'duhet merremi sot, se sot është gjykata kushtetuese, nesër që s'ka lidhje fare me këtë që po... Tani kisha pyetjen e parë për SPAK-un në këtë plan. Po vazhdojmë, unë flas me... Po ndodh me gjyqin e Veliaj se duket kemi një strategji për shtyrje të vazhdueshme. Kemi të bëjmë me strategji për mbrojtjen e Veliajt, jo, ç'kupton ti, për të shtyrë procesin. Ka thashe theme që pret largimin e Dumanit. Jo, nuk e lidh me ato. Ose kjo nuk artikulohet publikisht, po me çfarë kanë kuptuar në mënyrën se si po zhvillohen seancat, ka të bëj me sa duket zoti Velia dhe ekipi i tij ligjor kanë zgjedhur të shtyjnë seancat derisa të merret vendimi nga gjykata kushtetuese. Pra, këtë kam arritur të kuptoj nën rrogos, edhe pse zyrtarisht kjo nuk pranohet dhe avokatët kanë thënë që ne kemi respektuar bojkote që u zhvilluan fillimisht pas vrasjes gjyqtarit, më pas arrestimit të paligjshëm të avokatit. Kështu që parë në këtë aspekt, ata e kanë justifikimin ligjor. Po të flasësh me personat të cilët, sepse është një dosje shumë e madhe dhe janë 30 të pandehur, ju e dini, jo vetëm zoti Veliaj, po janë edhe të pandehurit e tjerë, kuptohet ka zëra mes avokatëve që duket si një strategji me qëllim që të presin më herët vendimin e gjykatës kushtetuese që ka të bëjë me shkarkimin, sepse nuk ndryshon asgjë është apo jo zoti Dumani
drejtuesi i prokurorisë së posaçme. Ajo është një çështje tashmë nduart e gjykatës, vendos gjykata dhe s'ka lidhje fare me kush është drejtues apo kush nuk është drejtues. Janë dy prokurorë të çështjes, zoti Dumani si drejtues ose jo, sërish do të jetë prokurori i çështjes bashkë me zotin Dado. Pra lidhet më shumë me gjykatën, me vendimin e gjykatës kushtetuese që seanca është nesër dhe më pas vendimi thash që mendoj që do jetë shumë shpejt. Cito dhe njëra akuzat ndaj Veliajt që të ikim nga kjo korrupsion në 9 raste i kryer në bashkëpunim, ku është Pastrim Parash, i kryer në bashkëpunim me bashkëshorten dhe biznesmenin Elman Abule, vepra penale shpërdorimit të detyrës, fshehjes së pasurisë, futjes së sendeve të paligjshme në paraburgim. Dhe në total janë 13 akuza penale. Kemi më shkruar në Deniz Dynjaja, ka një pas refuzimit për ngritjen e komisioneve timore të Megonigalit dhe zgjidhjet e 11 majit, opozita ka braktisur parlamentin tani. Të ikim kësaj të Veliajt atëre dhe të presim zhvillimet nesër dhe në ditët në vijim. Atëre, dini gjë për këta jo? Iqeni këtë strishën dhe mos futni gjë para se të... Ne zdim gjë se jemi këtu... Jo, dimo se ne ymë pjesën e dytë. Ushat, çfarë është kjo ngjarje? Opozita ka braktisë parlamentin. Film që e kemi parë. Filmi parë. Kërkojt një të drejtë që ja i jepet kujt do në botë, ngritjen e komisioneve timore, këta i thonë ikë pirdhuni se se u japin, këta ikin nga parlamenti, këta do kthehem prap, ata s'do ja u japin prap, është e njëjta gjë. Do me thënë do vazhdoj, këta do kthehen, thua ti ikën sot, se sot edhe u ranata vonë, ikën dhe do vinë prap në parlament. Do me thënë kjo ka ndodhur, Që ka ndodhur tani? Do thotë që ndodhë vetëm kjo jona, që jemi mbledhur këtu. Sa do e madhe këtë studio, nuk ndodhin gjëra vetëm do. Sa do e madhe, thotë kjo që tani edhe shoku tënd po janë gjesh. Për qa? Edhe ty, që ta dish. Si? Për këte komisionin? Për komisionin Megonigal dhe për hetimin e zgjedhjeve të 11 majit, më shkrua në... Mirë thotë opozita ka ikur, mos u qetësot, dhe no? Deja vu është. Opozita thotë Bëshati do kthehet prap aty. Prap do. Nesër pas nesër, nëse pas nesër është pushim, po, ta enën e ke aty. Do me thënë... Unë prandaj isha që këta zërë fare të këj parlament se dhja që ashu doja bënin. Jo, po këtë me këtë vendim keni firmosur fundin e parlamentit. Mos ka nikur që zinë me a? Me cilin vendim? Ore, si është... Jo, po jo ma janë deklarata ato, ashu thëmë gjithmonë ata. Që nuk vinë me. Nese do të diskutojmë për javën që vjen tani, se s'kemi që e vemë. Atere, shkojnë parlament. Zoti Preç ka ndodhur një gjë tjetër sot. Që do shkojnë se ata fillun në reformën zgjedhore bashk duke ditur shumë mirë që këta s'do ja aprovonin me Gonigaj. Ata thënë që nuk i djegin më mandatet, nuk e kanë... Dhe mandatet nuk do të digjen, po mund të rinë rreth e qark parlamentit. Jo, mandatet mos i djegime, po të ajo po të sajqis kam se shkojnë. Paraqiten njerë në 6 muaj. Po pra marrin rrogën. Pa i është parlament është bërë si stall. Se tani të ndëruar të rishikues tani është bërë si stall lopësh të këtë parlamentit. Mos thuaj gjëra shumë e kafshë. Jo, kjo është në përgjithësi. Jo, buf knete nuk them, pa merak. Ore, buf se dënon njëri atë, asë një mete nuk e dënon njëri, i thot buf në çdo moment dhe nuk e dënon njëri. Buf nuk është fjallë i keqe. Ne përdorim, për shumë, përdor ti emër që është kafshë e mirë për njeri unë, dhe ha. Tani, do të diskutojmë vonë këtë, jo sot. Tani, Preç ka ndodhur një gjë tjetër. Lulbasha është thirrur në SPAK. Mbas ditë vonë. Po. Dhe unë e bëra dhe pjesën e parë këtë. Basha në SPAK për 21 janarin e futni dhe këtë po të deshët, po që se nuk është mbyllur dhe televizioni ynë pas parlamentit. Po, Basha në SPAK për 21 janarin, tani e thirëm pas dite, dhe unë e thashe dhe e bëm pjesën e parë, se këtë në mëngjes, të gjithi të resi në mëngjes të SPAK-ut, orën 10-11 lullin e këshin thirëm pas dite e vonë, nga që dhe fletën. Punojnë ato, punojnë 12 orë. Punojnë edhe natën, ata dhe. Edhe kësa që zhjojnë vonë, shumë qeshti futu. Dhe këshin thirur tani, për kitja e Lulbashës, thuet tani folëm në pjesën e parë, ishte Klodi dhe Mërstiri dhe 2 kolegë të tjerë. Thuet se ka të bëj me hetimet e 21 janarit, ti Preç shmendon për këtë tani. Për atë, sepse pikërisht Lulbasha tani dhe. Sepse ai, faktikisht është një ngjarje në këtë... Paraqitin dhe figurën e Zotit Basha ty që ta kemi. Të 21 janarit, ai ka qenë ministri i brendshëm, dhe me thënë, i Partisë Demokratike në atë kohë, kur ka ndodhur këto ngjarje, ka qenë dhe i pranishëm vetë.
sigurisht në gjithatë skenarin e madh që e kemi folur e shkruar disa herë, Basha ka pas... Kalën dhe leshrat gjata, dhe ti ke mbajtur ca kohë gjata. Po. Basha ka mbajtur. Tash i kthehemi kësaj. Se ky bushati... Kthehemi modës si... Ishte poet aso kohë? Jo vetëm i mbani mi kishim gjata. Të kujtohet e? Po patjetër si kishim. Ishte moda. Për të kthyer te tema. Tani... Mendoj se Basha në gjithatë që u loz aty të me. Të ketë dëshmi këtu ati, di dëshmia jo? Aja atje ka pas një rol figuranti, të themi të vërtetë. Aktori kryesor që e ka përfaqësuar në gjitha të ngjarjen që kur për të fsheh vrasjet, për të prish provat, domethënë për të avancuar një narrativ sikur kanë vrarë njëri tjetrin ato mrena, për të pezulluar ose për të ndaluar ekzekutimin e vendimeve të prokurisë, domethënë pas këtyres ngjarjes që kërkuan arrestimin e ndalimin, më saktë disa oficerëve të gardës, për gjitha këto publikisht më i ka marrë përsipër kryeministri. Ai vetë. I mori, bile ka marrë përsipër edhe përpjekjen për të akuzuar protestuesit se ata i kanë kryer vrasjet me çadra pistolet, me thika, me helm. Gjitha këto janë konferenca shtypi, nuk janë kështu hamendja se... Vetëm një sekundë unë se ti do vazhdosh, se zakonisht ministrat e brendshëm ka zgjedhur këta që njerëz të butore, shumë. Dhe mua më tregonin atëherë që Olldashi rinte aty që e mbante njerëz pastë, e mbante që të rinte se dhe situata e vështirë, edhe njerëz janë të butë fare edhe tremenu. Në situata dhe nga këto. Edhe më përpara, kur ndodhin këto krimet e të gjithë, mbante një tjetër nga Kavaja, Ali Çamatët. Ministra mbante gjithmonë këta, të butët shumë edhe të gjithë. Dhe Luli ndoshta të zdi ora. Jo, kthirja e Bashës është e pashmangshme, sepse ai ka sepse është ministri. Jo, se unë ka di për këtë punë. Ligjore, domethënë ka qenë ai bile duhet ishte kryesori në pavarësisht se ja ka marrë edhe këtë protagonizëm Berisha. Kështu që për mua përbën një zhvillim thirrja e tij e para na tregon se ai po ka thënë gjë dhe po tha gjë sot ose ditë tjetër ai duhet ikë dhe të mos. Duket më aty se janarin po zhvillohen. Kjo mund ta them. Po zhvillohen sepse edhe thirrja e ministrit brendshëm, tash kush vjen mas ministrit brendshëm, do thrasin me radhë. Pra do thirrën njerëzit që kanë ndjeni, që kanë do thirrë edhe Berisha do thotë. Që kanë një rol, po edhe Berisha do patjetër do thirrët. Për këtë ai Berisha i ka dalë zot vet, domethënë publikisht i ka thënë, i ka folë, është filmuar për gjithçka që ka ndodhur. Është shumë e rëndësishme që ky hetim po zhvillohet. Është mbajtur për shumë gjatë, më thënë. Gjatë. Shumë për shumë vite është mbajtur me njanë, është hetuar në nivelet vogla. Si organizator, se zoti ju keni qenë në anën e organizatorëve në atë kohë, mos gaboj. Unë kam qenë me proteste, kam qenë në rolin e denoncuesit të organizatorit Edi Rama, i cili duhet i printe proteste. Mua më thanë s'kaleo. Një protest. E ndjeva lagështirën dhe nuk u afrova. Duhet që ai që e thret i prin, nuk i thotë njerëzve që tash njerëzit do vinë do ikin vetë. Kjo është një gjë shkelje shumë. Më thanë mos u afro. Patjetër edhe ato. E ndjeva lagështirën dhe edhe ata. Pra ideja është edhe deputetët e u duk që do ndodhë. Do futet populli, edhe ballën në zemrimin e popullit. Por pikpyetjet, bushat ti si më. Pikpyetjet e mëdha janë këto. Zhdukja e provave e serverit, është vrasjet. Në që kontekst u bënë vrasjet, pëse u bënë vrasjet, 2 nga vrasjet janë të pasbardhur, vrasja e Alex Nikës, për shumë se janë të pasbardhur. Kjo është kontekst, ka një kontekst tjetër që gjykata e Strasburgut e ka konsideruar krim shtetëror. Kur pra, pa, nuk është provë për gjukatë. Janë breda që është hequr nga Alex Nika, nga trupit dhe... Kjo di e nëzori preqin e organizatorët. Jo, nuk e nëzora, na... Bën shaka. Zogaj, se... Po e shaka tani? Unë kam qenë protest. Mos ke qenë organizator të aty? Pa tjetër që kam folë në protest që të atishti. Ju kam thëmë protestu e ka gjyrua i kolegë. Rama vetë s'ka folu. U ka thëmë... Përsa mbagament kjo? Unë, do të di. Jo, unika, unë e ndjeva lagështirën dhe u largoha. O, Ylli, unë kam folë më dha. Unë kam përsi s'ka shkuat e me folë. U kam thënë, ikni nga aty. Ikni nga dera kryeministrisë, e pam që i kam thëmë... Ka qënë Zydi Drajti, ka qënë disa... E ka filmu Artan Hoxha. Unë duke... Dur basha, di gjetu ati tani. Po ti me këto që thetë, je i thirur nesër.
Kush, po vlem të rasin, për aq sa di unë kam qenë atje, pa unë s'kam mohuar në herë për aq. Kjo vrasje gjesë Kam bo libër, unë kam bo libër. Ma vinin fisheket nuk pëgje. Por unë kam bo libër. Por libër të akord se libër ke bërë sa duesh ti. Po jo, e kam shpikuar. A pëgje kush i hodhi plumbat? Gjithë morfologji, unë kam të regu kronologjinë, sepse kjo ngjarje, nëse ka përsëritur kronologjia, gabon. Gabon, domethënë, po su tregua kronologjia tu aty. Me minuta. Me sekonda dhe minuta, se ashtu ka qenë. Bushati ka qenë për të kuptuar, sepse ata nuk janë vëra. Këtu tek e Fidelit, me Mero Bazën ka qenë ti dhe me Kërishë. Genzbogën. Dhe me Genzbogën dhe ndiqnit nga aty nga xhamat. Ti ç'mendim ke tani? Po ta rini në kull, ne të shkretë të rinim jashtë. Ç'mendim ke ti tani? Ja, filloj prapë, do Skënderbeun prapë. Tash që do thotë kjo do Skënderbeun. Po ç'ke? Kjo e pa lodhur, do ka qenë dhe pjesën e parë dhe prapë në... Jo, është mirë. Po tani pse nuk e pranon këtë gjë? Se ky është fakt. Po nuk të pranon të gjitha gjërat ky tani. Ky pranon... Dhe zoti Bushati me shumë kolegë të tjerë... Ky nuk pranon mënyrën si e the faktin. Mënyra si e thash. Se ku kam qenë nuk... Bushat ti tani... Kam intervistuar unë zotin Bushati, po harron. Çfarë ka thënë aty? Problemi është ky që frika ime është që edhe tani që Saliu e ka flakur Bashën, këta nuk tregojnë dhe pasi heqin, njësoj si këta që ka fut Rama në burg, që nuk e nxjerrin shefin dhe pasi shefi degdis, se në qose mbani mend një kohë kur nisi kjo sherri madh Basha, bëri një gaf Basha edhe e akuzoi Saliun për 21 janari. Dhe nuk kalon 24 orë e të rojë. Natyrisht që duhet ta thresin, se unë njësoj si pret që besoj që Basha ka qenë atje një personazh i dorës tretë, s'ka përgjegjësi në krim, por si ministër i brendshëm, di procedura, di mund të ketë vlerën e dëshmitarit. Por aty roli kryesor është i Berishës dhe sa më shumë kohë kalon, aq më shumë rëndohet pozita e Berishës në raport me vrasjet e 21 janarit, se gjitha libit që Berisha prodhoi me radhë, ranë të gjitha dhe mua në optikën time, ai që tenton të fshej një krim, është po aq bashkëfajtor sa dhe kryetësit e krimit. Dhe Berishës si trajektoria e fshehjes krimit i është aprovuar. Një dashamir si mati emisionit me shkruajnë në Mirëmbrëma, tha zoti Rakipi, për 21 janarin duhet pyetur dhe avokat Ngjela, sepse një ditë përpara ka bërë thirrje publike, po avokati gjithmonë thirrje publike. Ka bërë thirrje publike që sikur 10 veta të vriten, populli të demonstroj. Ka thënë kështu, jo, ka thënë kështu fiks. Dëgjoj tani se ky duhet jetë i PD-s. Ky që e shkruan. Shkruan këtë duhet jetë i PD-s. Sepse këtu ne kemi gjithmonë një dum t'i bijmë opozitave, valla. Dhe thoshin i nxori Rama në prit. Ore kush i vrau, jo kush i nxori. Përgjegjësinë e ka. Faji është ai që nxjerr deklaratën e Spartakut. Jo. Ai që nxjerr prit është Kodosh. Ky që vret është kriminal. Duhet t'ia themi dhe Kodosh llogun. Ky është vend ku duhet protestuar dhe Jo, dakor jam. Po jo të protestosh politikisht duke çuar mish për top njerëzit që deri agrolistrit. Po ai çoj njerëzit në vritën. Sa për ty se thot pastaj ky. Jo, më pse ti në emisionin e kolegut të vrar, ai opinion. Ja, një sekond. Ai fërkoi duart dhe fërkoi nga vrasja. Nuk, kjo është për të vrarë, valla. Po për çaj çoj me ujë me po bie që të mbrojnë Ramën. Shiko, ja, një sekond. Çoj për të bërë protestë të dhunshme, një pushtet edhe kur ka nuk ishte vet aty. Një protestë të dhunshme. Pse nuk qëndroi vet? Se ndoshta nuk e duron hurin, ose ndoshta e ka më shumë qef se duhet. Ti thua njerëzve vritën i ti se unë do rrit ju shoh nga penxhere. Nuk duhet i vra, duhet t'i ketë kjo mentalitet. Jo, unë jam me ty, vrasi nuk justifikohet as se si. Kur ka filluar dhuna në atë kohë, zoti Rama ka qëndruar fillimisht tek ura e Dajtit, me qenë se unë kam qenë protestë, zoti Bushati ka qenë tek... protestë apo në punët në të moment? Në punë pranë punë, po kam qenë për shkak të punës. Dhe në atë kohë, zoti Rama unë spostua tek ura e Dajtit. Dhe më pas, unë e kam filmuar rreth 8-9 të darkës, ndërkohë që po diskutoj, po bëj debati madh me spitalit ushtarak, tashmë trauma që dolën edhe mjekët të thajnë që është vrarë nga afër, zoti Rama ka qëndruar në lokal përballë drejtorisë së policisë. Përveç avokat Njelës thotë ky Klodi, Andrea Prendit e emisioni Opinion, i ftuar vetëm tek Fevziu, ka deklaruar se në fund të vrasjet ka patur të dhëna se janë regjistruar me snajper nga piramida, analogji me 2 prillin në Shkodër. Zogoj duhet të di këtë thotë. Janë prallat gjithë të vërtetuar,
të saksojmë atë të avokatit. Po su zgjidhni problem prallë mbetet më gjithmonë. Nuk është këtu, avokati ka thënë që e pyetën, janë vrarë 3 njerëz, se unë dhe ngjela jemi të vetmi që kemi shku në spital ushtarak. Ne kemi folë që atje që këtu janë vrarë nga distancë 50-60 nga kanë thënë mjekët. Ra jo, të më gjenë vrarë nga afër me pistoleta këtu. Jo, ra pasi doli pamja News 24, sepse mjekët fillimisht thanë është distancë afër, është publike pamja. Mjekët thanë, mjekët, për ne kemi folë, unë e Spartaku kemi folë në përmedja, jo pasi kanë dalë, se ato pamjet kanë dalë nga orat 23, ne kemi folë në qast. Që kur shkuan në spital. Po deklaratën publike e bën që ishte distancë afërt, se janë publike dhe janë pamje. Pari minute po thë unë, u i kam thënë që është vra nga e distancë, ma thënë mjekët, se shpika unë, edhe kemi thënë, pa e ditë se që kanë thënë doktori atje, se kemi ditë. Nëse s'ka rëndësi kjo, po pëjmë kronologjinë e 21 janarit. Jo, po tha e kronologjia, shumë rëndësishme dhe kjo, po për 21 janarit. Pastaj, atë është vërtetuar tani që nuk ka pas as vrasim me qatra pistoleta, as me thika me helë, as nga distanca nga piramida. Ato janë vra nga oborri i kryeministrisë, 4 vete, ka qenë një numër i caktuar të plagosur që i ka falë, si me thënë, pushka, se dhe mund të ishin vra dhe ato, nga garda. Dhe me thënë, është filmuar, është vërtetuar, tu tani ato që janë pa vërtetuar, ato që ngritën për parë. Kini besim tani ju që kjo, edhe mund të zgjidhet tani që vajtitesh zoti Luli Basha aty, po dhe s'paku të ndryvi. Zgjidhet kjo problem tani me një fjalë. Mund të zgjidhet Bushat? Se besoj. Beson. Edhe unë të thash që se besoj. Ky është... Ju zoti besoj. Dhe në qoftë se do kishte një gjë që ne duhet i bënim një proces real Sali Berishës, duhet ishte 21 anja, ato paçavuret që i kanë zjerë ta palachot e spakut. Ky është procesi real i Berishës. Të them të vërtetën, vrasja politike. Të themi mendim. Po ja vërtetuan, ka presion që kjo të zbardhet. Presion posaçëm. Amerika s'po thënë, po e the Amerika. Po thashë atë, sepse Amerika ka presion. Ka ikë në punë e veta, preç, mos themi ka ikë për lesh, po ka ikë në punë e veta, merret me punë e veta, me tjera. Ka presion të shtuar, të veçantë. Ai sot nuk thot nesër, tani hoqi do dikut atëja do të pyes unë, ja hoqi do dikut e bëri person normal e gjitha. Tani kemi një moment dhe do presim, të presim që do ndodhë, të presim. Tani, ka ndodhë dhe një kje, diçka po, unë Rusi është çështja. Nga lloji luftës se Bushat në njerë, po në njerë dhe duhet të flasin për opozitën Bushat. Sot u bës shumë gjatë problemi Niko Peleshit. E morën Nikon e Shkret e ullën në poshtë, dëgjonte ai aty, e shanë shumë njerës aty, thanë njëra për te plot, për ta hequr, për ta shkarkuar. Ja të ndjekim sinkronin dhe të themi ndonjë diçka se cili. Niko. Të nderuar kolegë, kjo është një seancë e posaçme e zhvilluar mbi bazën e kërkesës së depozituar nga një grup prej 36 deputetësh të Partisë Demokratike, me objekt shkarkimin e kryetarit Kuvendit të Shqipërisë, zotit Niko Peleshi. Kryetari i Kuvendit vetëm pak seanca pasi ka marrë detyrën. Mos mërzisni, ju keni dëgjuar raporte më të gjalla. Aty do arrim të arsye, do kënaqesh Olsi, ç'ke? Do kënaqesh. Ti jap dhe me shkrim ti konspektosh pastaj. Zoti Peleshi në këtë muaj e gjysëm në këtë funksion nuk ka qenë garant i barazisë parlamentare, por zgjatimi i vullnetit kryeministrit. Ai ka legjitimuar një praktikë të rrezikshme për jashtimin e opozitës nga debati parlamentar. Dua t'i drejtohem me një apel personal dhe krejt sinqert kryetarit të Kuvendit. Ik përpara votimit dhe jep dorëheqjen. Kur than u provokua se kryeministri foli nëpërmjet ministres Diella. Kryeministri në fjalën e tij përdor edhe mjete ndihmëse teknologjike, i cili nuk është ministër. Shkaku i vërtet nuk jam unë. Nuk është favorizimi i një krau politik kundër një krau tjetër. Shkaku që na sjell në këtë procedurë është fryma antagoniste dhe përçarse. Faleminderit. Vendim për shkarkimin e kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë, zotit Niko Peleshi. Mbyllet votimi, janë 79 vota kundër, 10 vota pro, 0 abstenim. Projektvendimi nuk miratohet.
Këtu mbyllet seanca plenare, seanca e radhës fillon në 11:00. Pra, e kupton tani unë mblodhen, e ullën Nikon poshtë, folën në gjatë, dhe Niko pastaj unë gjitë pra platë, dhe vetëm 10 veta këshin votuar kundër Niko Peleshit. Pse investohet PD për luft me mollin të erës tani? Se s'ka luft reale. Pra, në munges të një lufte me Ramën, ajo shpik luft me Diellën, luft me Niko Peleshin, luft me Baranbegan, luft me këtë do, po luft reale politike nuk ka. Sepse s'ka fuqi, sepse s'ka interes, sepse ka pazare, sepse ku digjon 1.001 gjëra. Edhe tash ja, kjo do të dalin nga parlamenti, hyre dil nga parlamenti, thjesht do bëjmë sikur po bëjmë një aksion. Se në fund fare njerëzit presin, ore çfarë po bësh ti? Ti ke premtuar që do rrëzosh Ramën, ndërkohë që jo që s'po rrëzon, po ai po fuqizohet gjithmonë më shumë. Atëherë kryejmë tensione artificiale të vazhdueshme, permanente për të gënjur demokratët që i shkojnë nga mbrapa si qyqar, duke qenë një luftë e humbur që në fillim. Luftë e humbur thua ti, po ndërkohë tani pse votuan vetëm 10 veta? Gjithë ajo që bën, dhe vetëm 10 demokratë. Preç, si ka mund situatë? Sepse ata kanë bërë thjesht një akt politik, duke e ditë se... Akt politik thjesht vetëm kaq. Për të manifestuar distancën me të, një qëndrim ndaj tij. Nisur nga ajo seanca për miratimin e qeverisë, ajo ka pas një dinamik tjetër dhe po të kthehemi aty, domethënë nuk kuptohet se kush, megjithatë unë kam thënë këtu në studio që socialistët duhet të caktonin një datë për miratim për programin e qeverisë për të komunikuar me publikun, edhe kur nuk është në sallë opozita, ato kanë një detyrim që të komunikojnë me publikun që i ka votuar. Por për te kësaj është një akt politik, unë mendoj se opozita, për mendimin tim, ja u them përvojë sa ka, mund të shfrytëzoj natyrën qytetare dhe të moderuar të Niko Peleshit, se ai nuk është afishuar si një person konfliktual. Ai shumë kund njihet si një njeri i ekuilibruar, qytetar, tash partia zhvillimet e marrin, po ai mund të shfrytëzojnë për të vendosur një marrëdhënie më normale me... Nuk e kanë me qytetarin Niko Peleshi. E kanë me kryetar. Po ai nuk ndan dot. Fare si qytetar në krye të parlamentit. Nuk ndan dot njeriu nga Dakord jam, po sa rëndësishme është kjo që ai nuk është ekstremist, nuk është quar për ekstremist. Një javë që merr me Niko Peleshi. Nuk i kanë dalë fjalë për çështjet e tjera. Në votimi kemi një ka një edukat qytetar, gjithnjë fiton. Në votimi kemi një korrigjim me shkruan Abilegaj. Me thënë drejtën. Po votimi gabim, prandaj nuk morëm pjesë. Ajo që kalove me një rresht është shumë e rëndë, preç. Nuk ka ndodhur në 30 vjetë Shqipëri, që kryeministri mos të një, dhe kjo është bërë në suazën e Niko Peleshi, dhe kjo pranimi një seancë t'il, pranimi një seancë t'il, jep një opozite të drejtën të kërkoj shkarkim. Ka plus, kanë bo aktu në... Nuk duhet ta shofi si qytetar, duhet ta shofi si satrap në këtë pikë. Ato kanë bërë një akt politik. Ka çdo ditë akte për të kërkuar... Por në perspektivë... Por problemi aja vlen ky investim kaq i madh në një çështje kaq pa lidhje, domethënë. Është gjë e vogël kujt shqiptarët, kujt shqiptar intereson, ore si po e drejton Niko Peleshi parlamentin. Edhe ne që vim 2 herë në javë këtu, kote bëjmë asnjë vlerë s'ka se këtu diktatura forcohet për ditë. Pra, edhe ne mund të na thonë ore, po këta pse bëjmë llapa qenë. Por këtë jam plotësisht dakord unë. Po. Pra, problemi është ne flasim kod, çdo denoncim për një kauzë që ja vlen, denoncim, këta po bëjmë bete. Se denoncimin bëhet ti, thuaj Niko Peleshi se ka mbajt mirë, ka mbaroj. Akt politik. Kërkimi i largimit me gjithsej pamundur është për t'ia kujtuar dhe një herë publikut shinët gjendjesh degraduar parlamenti shqiptar. Çfarë prodhon kjo, domethënë, se kjo është thjesht... Ore në diktatura s'gjë pranon asgjë, vetëm kërkesë diktatori ka lajm diktatura. Patjetër që nuk ka për të, po problemi është që kjo e shfokuson komplet. Sot merrem me Meron Velin, sot merrem me Niko Peleshin, sot. Nuk është pa lidhje, thonë. Pa lidhje, thua, Ta bën kurth. Ishte kurth nga të dy. Ja, shokët e tu sërish të kapën në gabim, zoti Rakipi, dhe do ta evidentojnë. Më ngrini, no, pasos 11, më ngrini kurse sa do. Dinte preci fix, ora 11:30 ta edhe ti pres kurth kundër meje. Jo. Se kisha menduar. Jo, thash këti se ka një gjë që vjen një orë që ti s'na dëgjon më. 7 mesazhe dërguan në rresht për këtë problem. Për Niko Peleshin. Se ai përveç nesh dëgjonte. Unë duhet të shikoj dhe çto popullata valla. Jo vetëm popullata në këtë rast, se në këtë rast përveç popullatës shkruajnë dhe njerëz të rëndësishëm që nuk janë popull.
Se ka mbetur vetëm ajo, a është prifti popullore. Po këtu politikanët nuk janë popull. Unë s'marrë vesh shumë nga politika, ama di një gjë me siguri, në këtë mazhorancë të zhytur në korupcion dhe në skandale, dhe që sigurisht mund të ngrinë si aksion politik, po humbja kohës opozitës duke u marrë me Niko Peleshin, unë mendoj se nuk e qonë asgjë kundi. Opozita shqiptare ka sot mundësi, edhe pse është një opozit e dërmuar deri në grahmën e fundit, ka plot çështje dhe afera dhe skandale korrupsioni, të cilat mund t'i ngrej vërtet në kauza dhe të ketë realisht një gjë krejt tjetër. Se Niku aty është më kryetar prap. Ore patjetër është sjellë në mënyrë barbare, skandaloze. Dhe Rama me charter do udhtoj prap. Pa ta çfarë thon, vetëm na lë komisionin e timor. Nuk të japin. Ja më ka mundësin atëherë Bushat me gjenë prova dhe ta ekspozojnë. Lëvizje në charter. Shiko, problemi është qa peshe ka kauza që t'japësh vlerën e dur, t'japësh rëndësi. Dima do kthehet opozita? Kam 2 javë që merrem me këtë gjë. Kemi dhe një pikë të fundit. Por ka skandale aq të tmerrshme sa mund të fokusohen për të... Cili është krimi Niko se i dha fjalën diellës? Amerika, tani, Bushat, ka çliruar Dodikun. E çliroi. Pas këshilltarit Orbanit. Jo vetëm këshilltarit Orbanit, po me një ndryrë tjetër që ka qenë dhe miki, lexova një shkrim unë të një gazete të huaj që tani s'po më kujtohet, po më duket britanike ishte. Si e kisha i Manforda, si e kish këshilltari... Paul Manaforti? Manaforti, ja. Paul Manafort. Paul Manaforti. Ai ishte mik edhe te pjesë e Berishës, ishte këtu në Tiranë, me Racivitin dhe këta dhe ndoshta ndodhe me doktorin tonë kjo gjë tani, si mendoni ju? Që ja heqin, do dikut ja hoqin. S'ka rëndësi kjo. Rusi mi math. Problemi është, e di për çka ka rëndësi për ne këtu, se na ka dalë rryli fytit 4 vjet, një pjesë janë nga këta paçavuret që sot i zvarriten Saliut, që na dilnin për studio dhe thoshin, jo, Saliu, s'është ai që ka shpallur gratë Amerika, se ne besojmë që Saliu është i ndershëm, por për hir të aleatit ton të madh strategjik ne i bindemi Amerikës. 4 vjetë është bërë debati, Amerika, po tha Amerika, mos e kundërshto. Amerika kundërshton vete. Si që bëri me Dodikun, si që bëri me këshilltarin e Orbanit. Pra, kjo fabul vlen për të ridimensionuar këta debilët e lokalitetit ton të vogël, që tundin natë e ditë flamurin Amerikan dhe i thoni këpirdhu dhe logikës tyre vetëm po foli Amerika. Në këtë punë, kjo fabul kaq mund vlej për Shqipërinë. Jo se s'ka në analogji direkte, që edhe mund t'ja heqin dhe mund mos ja heqin Saliu. Mund t'i mos ja heqin. Jo, po, edhe mund mos ja heqin për një arsye fare thjesht. Dodiku ka hoqi dorë përfundimisht nga gjithçka. Pra po, ata ja hoqin kur ai largua politika. Ka një kusht të rëndësishëm. Edhe Berishës mund ja heqin, po të nga politika. Ka 2 rrethana. Nuk ishte. Po si, do me thënë... Kusht nuk e dim, po në dim që ja hoqën pasi doli nga politika. Do me thënë, se kjo e bën akoma dhe me hipokrite çështje. Sali Berisha nuk pas kështë qënë, hajdut dhe minusi demokracisë, po dolin pension. Nuk e dim këtë. Po ndetin, po kjo s'ka vlerë. Do diku akuzohet për separatizëm. Në momenti që ke heq dorë nga beteja, nga lufta, nga kudion militant, ajo... Ato atëre ti hiqet kjo, kurse tek Berisha ndoshta është tjetër, nuk e dim. Tek Berisha vlen ta provojmë, ti iki një Berisha të shohim, ja heq apo se heq. Për vetë natyrën e politikës që bëhet në kontinentin tonë, edhe në Shqipëri, një politikan që, e kam një replik me barë, një politikan, që është politikan, jo një analistës, një politikan, që sankcionohet nga SBA-ja për vetë natyrën e marrëdhënieve që kemi me SBA-n, brenda NATO-s, etj, nuk mund të ecë, nuk mund të shkojë larg. Dhe vetë Berisha ka bërë gjithë këtë që bëri për të marrë partinë pikërisht me shpresën të heqë non gratën, dhe kaq të rëndë quan, sa është gati me bëjë çdo sakrificë. Ka paguar edhe $6 milion aq sa dihen, ka dhe kontrata tjera. Shiko, pra është gati të paguajë shumë. Pra ajo ka rëndësi. Veprimi që bën Berisha për këtë e bën, por kemi një moment tjetër. Ka rëndësi. Ajo që them fillim. Eksakt. Pra, ne duhet të bindemi qorazi, çfarë na vjen prej andej. Ka rëndësi kjo që thot presi, sepse pse bën ai. Sepse unë jam nga ata që besoj që ajo për Berishën ka qenë lobuar me para.
me shumë para. Atëhere, a mundet ne të ridimensiojnë partit tona vetëm se kundërshtari lobon në Amerikë dhe paguan... Po pse bën Berisha këtë? Nëse s'ka rëndësi, pse paguan? Tani shiko se kam unë, për ta përmbledhur këtë... Këtu ka një gjë që si e mendojmë, një gjë që e dim. Ne nuk e dim sa janë pagu para për ta bënë në ngrata Berishin, ti thua mendoj. Por dim këtë që janë pagu para për t'ja heqë. Asa të nuk e dim. A vetëm atë përpjekje me kirjen e lacivitit. Jo më është... Unë jam dakord që janë paguar para dhe për ta bërë dhe për ta hequr. O zotri, kanë thënë asnjëherë që këto para janë për të hequr atë. Tani mua, ja një sekond, formalisht kanë thënë këto janë këshilltar. Unë e pranoj për atë janë paguar. Po si që janë paguar për ta bërë, janë paguar dhe për ta hequr. Ja të dalun. Pyetja është, do di ka dy rrethana. E para është dërguar nga politika, e dyta është sankcionuar nga departamenti thesarit, që nuk edhe përqirë dhe nuk është e dryshme nga sankcionimi nga departamenti i shtetit. Megjithatë, e kam thënë dhe përsisë... Dakor, departamenti i shtetit e ka bërë me sekretarin Blinken. Okej. Është një... Ka komplikim... Pavarësisht nga kush e ben, i thesarit, apo, është një të gje. Non grada. Po të mos shkosh në Amerikë. Tani, shiko, qëfar është... Ore, ta kam thënë njërë tjetë, jetonim deri para një viti në një Amerikë, me mbi kokë një Amerikë që ishte krenarit, ishte gej, dhe sot që është krim të jesh gej. Kjo është Amerikë. Kjo është Amerikë. Tani, ja, është këshu. Ja të themi një tjetër unë. Unë nuk i ndroj do të... Jo, për mua është këshu. Amerika është superfuqia e botës, edhe natës. Garantusja sigurisë së gjithë hemisferës tonë s'paku. Ka dhe gej, ka dhe maskarej, ka vrasës, ka kriminell, tërë e ka vendi madhë. Unë them shteti Amerikan, është kjo që për flasim. Unë flasë për shtetin, nuk flasë për larminës, dhe si që shteti që në shumë pjesë botës ka garantuar paqe, është dhe shteti që në shumë pjesë botës ka bërë një sekund më të tmerrshme. Tani, në pikpamjen time, në pikpamjen të ludem, a mund të më përgjirë sa gjithë, të dhe me më shumë fjallë se një pyetje, eqja e sankcionet do të dikut, mua më të regon, diçka për vetë në ngradën si instrument. A është thjesht instrument politikisht bazë që në Shqipëri ne i japim një kuptim shumë të madhë. Për shkak edhe të inferioritetit që kemi. Shkurt, a duhet të ketë në një nësi, shpallet të po një lider në ngrada, kur kjo në ngrada iqet edhe me një lobim. Paguen para dhe iqet. Qa do me thënë kjo? Kjo është, tani vjen Trumpi, që ditë meret me këto punën e si biznesmen, iqet në ngradat. Vjen në ngradat. Nuk më rezulton mu. Se rezulton kështu? Pse? Sepse shteti Amerikan nuk e asë sankcionon me para, po se mërë tani shtetin ideal në bota. Ashtu më e bëjë, sepse s'ka e është... Ne e duam Amerikën në... E kemi dashur dhe e duam shumë, po tani mos e merdi me bashkë me Jezu Krishtin të nështë. Por Mako Lajt me thënë që ata marrin... Me ata i bje njëri tjetrit, nuk në gjë pa thënë kundër njëri tjetrit. A jenë djenit mekanizmeve që vehen levizim me shpallë në ngrata një person. Janë disa departamente që bashkëpunojnë. Deri sa finalizohet departamenti i jashtëm, është departamenti i drejtësisë, departamenti i thesarit, departamenti civil. Dhe në rastin e Saliut, doli ky departamenti i ri dhe tha, ajo e non gratës ta, ka qenë një tentativë për të prish marrëdhëniet midis dy vendeve. Tani, edhe kjo e dyta është e lobuar, bën deklarat për zgjedhjeve. Zëdhën si më me emër. Po lere më askush s'ka bën deklarat. Po, asnjë deklarat. Ka pas Amerikan që ka narë për rastin shqiptar. Asnjë deklarat zyrtare, Sali Berisha ka kërkuar vizë. Lobuar ishte edhe e dyta. O, miku im. Por do me thënë... Saliu ka kërku vizë 2 herë për para zgjedhjeve dhe ka pas shumë shtetes, shumë lobin, bile ata që flisin studio, që unë thoshe isha dhe ja unë rojt ja heqin, pa ata si ishin t'informu, vinin dhe gjenjenin kërë Saliu. Shiko preshe, ti që ndodhë nuk e mori. Pjesa dërmuse, pas shpallit së ngratat Berishës, pjesa dërmuse e krasonin atë Berishën me një terrorist. Ore, nuk... Ja, një sekund, ta mbaroj mendimin. E krasonin si me një terrorist. Tani, po si kur që e që në ngratën, beti, mirë Saliu. A pra kjo është puna. Beti, mirë Saliu këtu. Në sytë tanë, Saliu pa në ngrata bëhet më i mirë. Beti, mirë tani Saliu. Ja u ojtë në ngrata. Shkurojë Saliu. Kur ishte Saliu në pushtet, e mbani mënd që foli ambasadori Amerikan për celule anti-Amerikane në PS dhe gjithë
propaganda e saliistëve ishte që ne kemi një opozita anti-amerikane. Këtu flamuri pro-amerikanizmit është zgryer nga më qelbësirat e pushtetit. Dhe këshu po ndodh me Saliun, sot që ndodh me Ramën dje. Prandaj ta heqim të punë pro-amerikanizmit. Për një forcë politike që do të vinë pushtet, ka shumë rëndësi mbështetjet ndërkombëtare. Pushtet në Shqipëri s'ka ardhur kur pa kaluar anti-amerikanizmi që thonë këtu. Me Nano, me Ram, me Salit, gjithë janë shpall njërë anti-amerikan, pas të kanë ardhur pushtet. Pra është vaksin për të marshuar drejt pushtetit. Pa pasur mbështetjen atyre lartë, nuk ka ardhur kusht deri më sot pak. Qëndrimet e mia ndaj Sali Berisha i kanë pas parë se shpallën non grata dhe ti i di, që nga 92-shi. Po të shoja asgjë, por shpallën non grata, e pengon Saliun, e pengon të për të bërë sukses në Shqipëri. Nuk e bën dot. Kjo nuk ka lidhje me qëndrimin tim. Qëndrimi im ka qenë edhe me AEQ, unë atë mendim kam për Saliu. Po pra, këthe po them. Tani bet mi mirë Saliu. Se i thoshin terrorist tani të... Jo, o preq, po jo më preq. Ka lidhje me fatin e opozit. Nuk është kjo... Që se ti të me sfidu Amerikën për non grata, bëtë kjo që ndodhje. U fut partia e dytë më e madhe në vënd, në një krizë 3 vjeçare, me ca debila që thoshin, ne besojmë se Saliu është i ndershëm, por nga që na ka thënë Amerika që ne po e përjashtojmë. Si që debila ata, unë shumë se kam të mendim, por... Janë dërfit debila se sot po i lëpin gjithë këpucët Saliu, ta që thoshin. Ata që lëpin janë pa karakter, po jo debila. Shqipëria, opozita nuk mund të ketë një, nuk e di që të ndodhë, nuk mund të shkoj kur në fitore me një lider që se shpalli të zem ato pjesa e Bideni, që ajo ka histori më shumë. Këta dhe janë këta, kupton, nuk mund të bësh sukses. O Ylli, kjo është aksiomatike, nuk është se si e du mund e ti. Se nuk jemi në këte hemisferë. Mua së përqen kjo që thua ti që Amerika është një dhe gjithmonë është një. Jo, shteti Amerikan, nuk themën shteti Amerikan ka mekanizma, shteti deep state. Që nga njerë të shtojnë në mënyrë spektakolare, dhe pjellin krimet në dhaja duke të me... Ka më shumë arritje se dështime. Prandaj, po themi jo më jo, vendi këtë sistem vlerash, po mendoj se... Kjo është bota perndimore, është bota që ndërtoj Amerika. Ne nuk vëmë në dyshim këto. Dakor, shumë mirë. Ne po themi... Po më është një vepër një njëri. Bota që ndërtoj Amerika, herova e në autorit njërë. Bota demokratike. Bota që ndërtoj Amerika. Por tani, edhe një pjesë të mirë, jo të vogël të gjerave, i prish Amerika, të keqen. Ka, po më shumë bërë mirë se... Po pra tani se... Për shumë ne shikojmë që Amerika po heqë procesin e... Me tani ikën me vrap nga Afganistani, ikën me vrap e lanë aty, mori dhe parat presidenti që zjodhen këta, dhe tunde binte helikopteri nga parat. Presidenti ishte ajo, që ka ndodhë dhe më të rënda se kaq. Po pra ka ndodhë më të rënda se kaq gjithandej, dhe kjo dhe të parë në këtë plan. Dhe në këtë plan, tani, unë të shtrova një pyetje të fundit ty. Ta zëmë se nesër ikën Sali Berisha. Ja eqin në ngradën. Por mua është po që ka ngelet të dha përgjigje, ngelet të njëti Salim. Por kryohen kondite për ata që nuk kanë këtë marrëdhënie që kam unë me të. Po s'duhet marrë kjo pastaj e në ngradëve, kjo nuk duhet marrë seriozisht. Kryohen kondite. Kjo është me utall me vete. Si unë. është një kompleks. Po jo më vlla, nuk është kompleks. Ore, në ngrata për Saliu në shpall për 2 gjëra. Nuk është kompleks. Për ta hequr nga partia dhe për ti fut furqet spakut që të vazhdoj punën me adosin pa qavure. Të dyja qëllimet e non gratës tani nuk ekzistojnë më, se Saliu partinë e mori, spaku e kreu punën. Shu që non grata si është, si sështë, tani s'ka më... Sështë ashtu, po t'ja i heqin, kryohet kondita që një grup njerëzish këtu që e kanë kriterë këtë gjë, dhe të frymëzohen që të bashkohen... Bile me shkruajnë një gjë që është... Veç, me shkruajnë një gjë shumë të lartë. Kush? Bile me eqen, me këtë të të mbyllim, me eqen ironie është të që nga non grata e Saliu të engri vetëm luli. Se Saliu prap atyr
Vetëm Luli shkret e engri. Ajo është histori që nuk është ka që thjesht. Sepse Luli... Ti ndërtojë si duesh tani. Falsitet. Ma dje mi fuqishëm se qishtë tani në PD. Kjo PD që ka mbetur. Luli besoj në i falsitet edhe pagoj çmimin e besimit në i falsitet. Unë mendoj që... Ta mbyllim dhe herë tjetër... Barin e ëngri Luli, do me thënë, nuk e ëngrën këta të cëli. Luli kishte një projekt me që PD në fitore, me 37.000 vota do që... Barin e ëngri... Luli të shtoj edhe kaq. Kam përfunduar atë qatë. Atere, të nderuar, përshikues, unë mendoj që e zgjatëm pak më shumë se shduhet. Edhe po keni thënë një fjalë për ne, e meritojmë 100%, thoni çfarë doni. Nuk di më na është mbyllur parlamenti për sot edhe për nesër të deri te ena, po është mbyllur për një kohë gjatë. Javën e ardhshme ne do të mblidhemi përsëri dhe ne do themi në ngjesh dhe ju mund ta dëgjoni. Faleminderit shumë. Faleminderit nderuar kolegë. Natë e mirë, javën e ardhshme, shihemi.